mu duket si gjende specializimet e tjera, këtë nuk e kisha dëgjuar, kur erdha në Amerikë për herë të parë, pata një, si që përmenda, një operacion të vogël të rritjes të thojt, edhe kalova një operacion të vogël, edhe aty e mësova si specialitet edhe me se meret, por më tepër për t'ju bërë, e thash këtë, për t'ju bërë me dije teleshikuesve që jeni mjek të specializuar në fushat të posaçme, por që i shërbejnë komunitetit, sepse shëndeti ka njerë vjen edhe nga kamët, ata prindrit tanë thoshin mos të ftofshin kamët. Okay. Ju më folët në një bisedë paraprake për procedurat që keni hasur, ndoshta dhe burokracitë e rastit, për të hapur farmacin tuaj. Ka mjaft kërkesa për licenca brenda shtetit, nga institucionet shtetërore, jo shtetërore. Me fjalë të thjeshta, sa e zorshme është me hap një farmaci? Yeah, so e kam vu në fillim, e kam vu në janar 2025, e kam vu letrat. Atëherë, do është me vu përmita pe shtetit, me aprovua farmacia mundet me kenë atë, atëherë pe atë, ma do është me bo licencat, se do në 2 licencat pe shtetin e Michiganit. Atëherë kur i merr ato, duhet me marrë me DEA federalin licencën tjetër për medicina si janë në kontrollim. Atëherë kur plotësohen ata, atëherë ke mundësi me aplikua të insurancat. So gjithë është se dominaci me tonë. So vanoni fije kohë, po është mundet me e bo mirë. Shumë më tepër se sa për me hap një bar, se duhet vetëm një licencë po, alkooli. Po, do një licencë, një liquor license në bar, po këta është lidhën me licenca, dokumenta, gjithë po mundet mu bo ajo punë, edhe me tonë drejtën shtirë ka kanë me bo, shumë sakrifisa dasht, po tash e moj men, sakrifisën se kanë bo print për ne, me ardhë këto në Amerikë, me në dhonë ne kuraje, me shkuan shkollë, me plëtsua gjanat si muna. So, sakrifisë gjithë konin. Tash, sa persona, sa farmacist jeni? Vetë jam, në fillim jam veç vetë, në fije jam të kësyrë me marrë edhe i farmacist tjetër. Jam lidhën me shkollën Wayne State, atë, jam të kam kryer shkollën për farmacist, so kam lidhje me do profesora atë. Për marrë një intern në një kështë? Po, bela marrë intern, se mune me kanë, si thohet, preceptor, ku mune me edukua në praktik studentat si janë të kryer shkollën doktor farmacis, pe Wayne State, so jam të kësyrë në atë, bela qanoll, inshallah, duan me punua me mua, atëherë mune me i vuën. Unë them se vetëmja fjalë me vend që na kanë lënë turqit është inshallah. Inshallah. Po. Edhe mashallah. Jo shto, a shtirë, po em një farmacist në njëjtin building, jo të në 11 Mile on Mound, ku është Tecom, building o governmentit atë. E kena emnin Moda Meds, RX, jena farmaci retail, muna me plëcua tana recetat se mundet mjeko, dentiste, specialiste, kush do me kenë, muna me plëtsua edhe na kena mënyrë se muna me deliver, jena në midis, ku është Detroit, or mound atë, so muna me deliver denjë 75 mile fall, kur transferohen gjonat, e bom jotë se me ton drejtin në biznes, është shpenzim ata, po tash është mirë me i dhonë poplit back, se ka njerë se nuk lëvizin, janë patientat e ti, se bela kanë vra kamën në sene, s'munën me lëviz, s'kanë kanë me i gra makinen, atëherë jena to jam nua me bo gjonat si janë njëshme në ashe jetë, i fije mon lirëshe. Edhe e mënyrën tjetër se kam me do shok, se më kanë mësua janë pe FBI, DEA, punon me radio tash. So vetë, në farmaci teme, kur she deliver medicinen, ka me pasi radio direkt e mua.
Tash ti kjo se ke naj pytja e konsentim si duhet. Se vjen ke dera pacientit pyet ai si ti marr, ai s'di ku ashtu, sa del apo s'del telefon ai do të komunikoj drejt për drejt me radio me ju. Kjo se ke konsultim, është si me kënë ti në farmaci. Tash dogorit e patientat si janë të vjetër, patientat si s'munën me lëviz, e ka në atë mënyrë me fol me farmacistin direkt, në vend se me prit 40 minuta në telefon. Jo, mjaft e mirë uroj që të zgjerohet sa më shpejt me vrull rinor se 2 boll të rijeni dhe keni të ardhmen përpara. Po të ndalemi edhe më tepër tek ky event, tek kjo që po nisni. Sa ju thatë që mund të jenë 5-6 specialitete, miqe shok tua që keni krijuar një grup, a mendoni ta zgjeroni këtë më tej? Po, normal, kjo është organizator për, siç thamë më herët, është për tonë shqiptarët, për i tana torjeve të Shqipnisë, edhe jashtë Shqipnisë, edhe tana fejave, kjo është për shqiptarët, edhe ma tej është edhe për njerëzit që nuk janë shqiptarë, ne i mirëprisim edhe i kena qef si të vinë kush të ketë mundësi, si pacient, si thjesht një student më mësu, ose një profesionist si do më kontribu të populli, thjesht për i zemrës ti, ose të saj si ka dëshirë për me lanë diçka, me lanë diçka mrapan. Na, do më thonë organizata është të hapun, edhe gjithë mund më kenë kontribu si sajna. Edhe saj për këtë saj ditë, na prap, do më thonë, i kena libra të hapun për profesionistat tjerë, kur ta shohin këtë emision, kjo se kanë dëshirë, na i prisim edhe kanë dëshirë se t'i shohim atë, se të vinë edhe ata të kontribuojnë. A morët vesh tash, edhe ju tjerët. Është një iniciativë mjaft pozitive e këtyre 2 djemve, kujdo specialisti shqiptar o amerikan të rinj apo edhe në moshë, sepse jo vetëm pacienti ka nevojë për mjekun, po dhe mjeku edhe farmacisti ka nevojë për pacientin aq më tepër, pacienti ka nevojë për mjekun që flet gjuhën e vet, por arsye se i shpjegon më mirë se si të veproj, çfarë këshillash të zbatoj, çfarë medikamentesh të marri dhe çfarë rrugë apo bashkëpunimi mjekësor tek personat e mjekët e tjerë më të specializuar të ndërmarrin. Kjo është gjë mjaft pozitive. Duhet sqaroj edhe një gjë tjetër, pasi biseduam paraprakisht. A është free çdo shërbim këtu apo ka një kombinim të free apo me insurancë? Si veprohet? Çdo shërbim është free. Na nuk e bëjmë këtë për profitin ton ose për të mirën ton. Këtë e bëjmë thjesht se, siç thamë përpara, është ma shumë së gati dekadë si na flasim për këtë ëndër ose këtë dëshirë si kena pas qysh para 10 viteve. Edhe shtyr Zotit tash muna me realizu, edhe komuniteti na ka suportu shumë, edhe juve, faleminderit për jush. Do të thonë, kjo është diçka shumë e mirë edhe normal gjithmonë ideja është me kanë free. Na thjesht do në me dhanë maksimumin sa të muna, sa të kena. Gjëja më e madhe që na mund t'i japim është, do të thonë, edukata se kena marrë na dhe informata se mund t'i japim pacientit, edhe fakti se flasim shqip, shpresoj se mund me fol pak nësa më marrë vesh, edhe gjithçka është free. Tash, për sa i përket laboratorit e këtyneve, pacientët si e kanë siguracionin mund ta përdorin, aja është mirë se në animon laboratorin për më mulua kostën e gjithë pacientëve tjerë se do t'jetë free. Një analizë dhe plot gjak ose në diçka tjetër o e kolesterolit. Çdo person mund vinë aty, nuk ka nevojë as me dhanë emrin as sen, nuk ke as i lloj përgjegjësie, thjesht mund vinë aty, çat kena na është free of course. E gjë mjaft pozitive, edhe ilaçet i kanë free. Po, kam me pru do ilaçe si janë merë receta, se me thonë, si munen me lizë, mu dhonë over the counter. So, kam me pru do zgjona se na shqiptarët punojmë fort, e gjithmonë jena në kom na, so kam me pru do
Do dhoj për dhimbje, do dhoj për vitamina, gjona, fish oils, Se over the counter. Po, over the counter gjona, veç me i dhon falas gjonat, edhe dë me i shpjegua për konimojnë e qa bojnë të gjona, se ka shumë gjona over the counter, se munen edhe me të një mua. Se vetë e kam mentalitetin, hapat o medicina dohet veç kur dohet. Kjo se munesh me përbalua gjonat, me pas hajën e mirë, lëvizje, palestër, e me ushqime gjona, atër s'ke nevoj për hapa. So, janë ta është puna se dua me edukua, kjo se bane këtë, ka me nëllë e ta. You know, so, vetë kam me shpjegua tona patientat, kur vinë të desku jem atë, të kisha në zyre të kishës, edhe kena me konsultua, kanë me më thonë listin e medicinat se pinë, edhe kjo se din gjonat e laboratorit, se mune me lexua ata, atër mune me kësyr ashtë medicina thohet subtherapeutic or therapeutic or too much, you know? Okay. So, kam me konsultua, me kalzua, bela s'ka nevoj me pi hap, se hapi tjetër e përballon qa do të me kenë, so është servisa se kam me dhonë vetën temen, atër, of course, ka servisa tjera, ka servisa për mental therapist, physical therapist, për gjdo gjona se ju dohet njërit. Kurse ju qa do të sugjeroni pacientëve për shumë? Të vinë zbath? Do të kemë shpresoj bela edhe këpuc falas. Edhe këpuc falas. Po, no, me gjithë seriozitet, që do të ofrojmë është disa gjana edhe jashtë komse kyçit, komse mirëmajtjes, po gjithë jena në kom tonë jetën, edhe shumë njerëz kanë pak në gjysa popullsisë kanë shumë dhimbje ose probleme me kom. Bela s'kan pas mundësi kur me bën thjesht një check-up thjesht. Na jena aty edhe mund ofrojmë shumë gjana, edhe unë personalisht do t'jem aty, unë paktën edhe i doktor i klinikës tonë, edhe do t'japim edhe procedurat vogla. Normal, operacione shumë invasive jo, po procedurat vogla si që janë këta wound care, incision drainage, ingrown nail procedures, do të thoni si hinë mish këta gjanat, si mund t'i bajmë mrena i qërëkort, procedurat vogla, mund t'i afrojmë aty, edhe ilaçe, gjilpanat ndryshme. Na kena edhe i medical spa të medical center, so edhe gjanat kozmetike, do të kemi disa informata gjanat tjela, plus këta arch supports orthotics për pucët, edhe shumë gjana për popullsinë e pacientëve si kanë diabetes ose smundjen e sheqerit. Edhe unë them se gjaja më e rëndësishme është se pacientat, shqiptarët sot për sot, si mund me kanë pacient, kanë shumë akses të vogël të mjekësia, sidomos me kostën e lartë, plus është edhe problemi i kohës. Na thjesht kena dëshirën dhe shpresojmë si kjo se s'ka njerëz mundësi tjetër, na t'jem hapi i parë, si ta hapin atë derë, si që shkojnë drejt shtetit tyne, si ta përmirësojnë vetin. Me që nisa me ty, po e vazhdoj prap me ty. Ndoshta kanë nevojë dhe për këshillat për mykun e kamve, mykun e thonjve që krijohet, se është një nga smundjet më kryesore tek. Po, është edhe sidomos të mashkujt edhe të femnat, po edhe të rinia, të atlet. Na bëjmë edhe sports medicine, që është diçka jashtë kësaj temë, po për sa përpër mykut kamës, kena disa gjana si mund të sugjerojmë. Disa gjana si janë me ilaçe topikale, mënyra si me kanë preventive për të ardhmen, edhe ofrojmë edhe lazer për mykun e kamës.